Tash jemi pranverë. Pse pranvera është stina më e bukura? Pse shumë njerëz i tutën pranverës se kanë problem me alergji, për shembull me polenin. Sikur unë që kam pas problem. Stina më e bukur është pranvera. Po është problemi, nuk është problemi të poleni, nuk është problemi të lulet, nuk është problemi të poleni, me thëmë. Po është problemi të trupi jonë. Pse mes me shiju në pranvere, pse mes me shiju çdo ditë bukur të mirë, çdo stinë. Kështu që mundeni me shëru alergjin, kujdesuni për trupin e juaj, largoni toksina, e keni imunitetin në zorë trash. Nëse zora trash nuk në rregull, shumica thonë jo mirë jam, ju nuk dini që kam shefet ma zorës trash. Do me thonë ka shumë probleme që imuniteti është në pyetje, në zorën e trash, rritën një imunitetin, ju largohet alergjia. Nuk keni me pas problem me alergji, si kur une që s'ka mu. E du pranverën, dalë, shëtiti, bashën, gjithë pasende, qka do me thonë është natyra. Natyra, ka diçka ma mirë se natyra. Kështu që mundesh me rikthy shëndetin, të largohet gradualisht alergjia. Nëse ki problem me shiju pranverën, ki kokë dhembje, nxinën hund, kruhet në vesh, qelza, ose ki edhe alergji në trup, kështu që mundesh me konë shumë e vërtet, ekstra e veça se tema për pranverën, unë e du pranverën. Kështu që nuk është problemi të lulet, nuk është problemi që lulet i kon vesh, dal punoj me lulet, dal rrim bashkë, mbilli bashkë, dal shëtiti tash, shkoj shëtiti ka du, do me thonë nuk është problemi të lulet, une i kom urejt lulet, i kom urejt ajrin, kom pas probleme flejt natën, kishe kokë dhembje, do me thonë shumë probleme, edhe një që i keni problem me alergjin. Falë Zotit që kom rrit imunitetin, zorën e trash e kom shëru, toksinat i kom largu, edhe sot jetoj shëndetshëm. Asu nësë kom pas probleme me zorë trash, mu ka duk që jam kretë në regull, po nuk ishë ashtot. Sa të jenë sendet e mshefta që nuk mundesh mi zbulu. Vetë, as mjeku nuk ti tregon. Pse nuk ti tregon mjeku? Ma shumë se 20 vite kum luftu me mjek, do me thonë, as të njoni s'm ka tregu që është problemi të ti, vetë ma do pësëshin edhe ma shumë imunitetin, me hapa me efekte ansore, me kortizon, me spreja të humve, me pika të syve, do me thonë, vetë me bu biznis mjekësia, edhe fama industri, edhe do me thonë apotekat me pas vitem. Kështu që kur e mora veten, i takova këto ilaçe, e shërova veten, unë jam shumë falenderuse. Bënu dhe ti një për veten tonë, kujdesu për trupin tënë, se kur kujna si interesën, as mjeku tas kur kujna nëse ti nuk kujdesesh. A e ki pa që thëshin të na mjeku maj miri, i trupi tënë një vetë. Kështu që nëse keni problem, do me thonë, e kemi ndorë, e keni mundësin, si kur une, që une i du këto ilaçe, une bëj bej për këto ilaçe, që jo vetëm mu, po shumë njerëzve, qindra njerëzve, dhe me thonë, ja kom rikthy shëndetin, edhe janë falenderus.